Ergjus, le ta fillojmë me dy ngjarje që kanë ndodhur sot. Një e para, Berisha sot doli në konferencë për shtyp tek Shqupi dhe nxorri një filmim që këta janë disa të Partisë Socialiste në një zonë këthe nga Tirana nga ishte, edhe kishin çantat në dorë dhe thonë që këto po shpërndajnë lekë. Nuk pa mas lekë, pak të naq sa dha media, pam çanta, unë nuk e di që e drejta çantës është hek të mahet në Shqipni, se u bosin kone që zimullajtit mos hesni me xhepat më fatme. Pra, puna ka shku deri në një gjendje qesharake. Dhe tjetra është që Myslim Murrizi akuzon Gazbardhin dhe Bylyk Bashin se ato e kanë bërë kotin zgjedhor për të siguruar karrigen e vet. A mendoni se këto veprime Bylyk Bashi dhe Bardhi bëjnë pa dijenin e Berishës? A mendoni se ka kush autonomi në atë parti, se ajo është një parti bunker? Nëse nuk duhet flasun, më mirë flisni ju për të dyja këto. E para e Berishës, që vazhdon akoma me këto ankimime. Pse bën? Se e din që s'do i çoj kërkun. Dakor, unë mendoj do hapen kutit, do mbyllen kutit, por rezultati zgjedhjeve nuk do të ndryshojë. Patjetër. Shikoj, nëse do të dalin ai gjë aty, unë mendoj që ajo që ka për dalë është që këta do ja kenë fut njëri tjetrit. Nëse do dalin ai gjë, sepse këtu normal që ne dim tashmë që nuk vidhen votat në kuti. Ja. Pra, procesi numërimit, të dyja palët kanë numëruar se vet. Taurina është me 4 veta dhe janë kryesisht 2 andaj 2 kënaqë apo 5 ndoshta, domethënë që janë 3, një kryetar komisioni është i PS-s, varet në raste të caktuara. Po që ti nuk mund t'i vjedhësh votat kur ti ke numëruesit tat aty. Ose të ka tradhthon numëruesi jot ose pastaj që s'ka më kuptim. Ktu votat ato që vidhen, se nuk vidhen të gjitha dot, blihen vota me lek, dalin për lagje, njerëz ku diun nga krimi organizuar, ku diun edhe marrin, por nuk i marrin dot gjitha tani. Jo, ka një gjë që edhe kjo vidhen e paguajnë, sigurisht ne nuk jemi në perfeksion. Përvoja ka treguar që kanë ndodha, sa kanë ndodhur këtë radhë nuk e di, unë besoj që kanë ndodhur më pak se herë tjera, për çfarë arsye? Sepse sot Rama s'ka pas nevojë, mendoj, me vjet ai sa ka vjet 2021. 2021 ai u vu me thonjë kanë qitë sepse rezultati doli 2% i ngushtë. Edhe jo. Ose kur rezultati o 20% nuk ka çfarë. Nuk ka 300.000 vota.